Ky që shikni këtu është profesor Yang Zueqing dhe është ekspert në gjeopolitik. Dëgjoni se çfarë thot për shqiptarët dhe Shqipërinë. Jo, shiko, e zëm si kur ti je Kushner dhe e ke futur në mendje që po kërkon ishullin e Sazanit dhe për shkaqe të ndryshme e zëm si kur ta dhanë. Atëherë, si do ta zgjidhësh ti me 2.8 milion njerëz që po protestojnë? Dhe tjetri thot, pse, po e ke fjalën për protestat? Po, si do ta zgjidhësh ti thot në këtë rast thot në qoftë se je Kushner? Dhe nga ana tjetër shton, sepse ti do hapësh luftë, se në fakt po i detyron pra njerëzit drejt asaj rruge dhe ata po shkojnë pikërisht drejt rrugës së një përplasje të madhe për të mbrojtur pra zonën e tyre, thot profesori. Pse, i thot ai nga ana tjetër, çfarë po ndodh dhe pse ky vend? Sepse është një vend strategjik në këtë rast edhe për investitorët, por edhe për Izraelin, i thot profesori. Dhe Kurt Metzger e pyet, pse për Izraelin dhe pse në Mesdhe? Ku është diferenca? Dhe profesori shton, sepse është pothuajse ashtu siç edhe ngushtica e Hormuzit, sepse që të gjitha transportet e Evropës kalojnë pikërisht aty pra, në këtë ishull, pra mes ishullit të Sazanit. Tani e kuptova, i thot Kurt. Ying vazhdon. Po shqiptarët nuk e lënë, thot, sepse fillimisht duke sikur ata u zbrapsën, por janë shumë të vendosur dhe po luftojnë deri në fund. Ballkani nuk është si vendet e tjera dhe nuk është frika e protestave, por është frikë se pikërisht mund edhe të ndizet nga këta njerëz, pra nga shqiptarët. Dhe Kurt thot, është e çuditshme thot, se si janë këta Albanians dhe këtu qesh, këta skipëtarët thot. Shumë kokfort, nuk i njeh thot. Kur vendosin një gjë, nuk i luajnë thot dhe shkojnë deri në fund. Falë Zotit, i thot profesori, sepse si këta shqiptarët duhet ketë dhe njerëz të tjerë që të mund të shpëtojnë botën. Pra, kjo është intervista që e gjeni, siç ju thash, tek intervista në kanalin YouTube tek Kurt Metzger, që është ai që e thërriti për intervistën dhe doja ta diskutoja me ju. Pra, edhe këtë rast, sepse ky zotëria është një profesor, pra ka lindur në Kanada dhe jeton në Kanada, pra profesor Yang, dhe është ekspert në gjeopolitik. Dua të nënvizoj që ka miliona followers dhe rastësisht e gjeta këtë intervistën e tij, madje i shkruajta me shpresë që ndoshta mund të bëjmë dhe një intervistë që ta thotë në mënyrë direkte, por ndërkohë unë përktheva vetëm këtë dhe ja u thash që dhe ta diskutonin, pra mos ta bëja fjalë për fjalë, dhe do të dëshiroj një komenti tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë deklaratë, sepse në sintezë thotë që shqiptarët nuk e lënë. Kohësisht edhe prezantuesi nga ana tjetër thotë nuk i njeh kaq fort dhe që po shkojnë përpara, pra janë shumë luftëtar dhe të vendosur. Dhe si mendoni ju pra për këtë diskutim dhe për këtë intervistë? Doja një komentin tuaj. Megjithatë, përsëris edhe një herë që është një diskutim i përbashkët për të kuptuar se në çfarë situate, sepse sidoqoftë situata bie mbi secilin dhe populli ka të drejtë në çdo anë. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.